edhe si pas Keskos tash, se pe morën si të mërqenja këto që kanë shkru trijat, vjen puna që nuk ka pas rrymë në treg. Tash, ka pas a s'ka pas, nuk është e jonja si qytetarë për me caktu. Su ta kanë qytetarët preokupohen? Qytetarët në bazë ligjit, Kesko është e obligush me furnizu me energji elektrike 24/7. Tani në fund, vitit barazohëm sa ka blejat energji, a duhet mu shajtu, apo me liru. Po, një dishka që duhet na mu, si qytetarë është, a kena energji elektrike. Një gjë që duhet me ditë është që kjo situatë e sodit, do të me dhejz alarmin të zëreja, me bo një jetim, edhe me vrejt kusho fajtori. Se në fund, na si qytetarë, une si qytetarë, do shta një grupë qytetarë, na kena drejt me padit, në bazë ligje në fuqi, kekum pëse s'na ka furnizu me energji elektrike. Profesor, pikrisht, ne media duhet merremi edhe njosit e fushës, po a e kanë për detyrë qytetarët që të preokupohen me këto lloj sqarimesh, komunikatash, a ka rrymë, a s'ka rrymë? Qytetarëve ju intereson që të furnizohen me energji elektrike në fundit. Faleminderit. Faktikisht qytetarët duhet të rrinë të qetë në të kuptimin në furnizimin me energji elektrike. Nuk thot që është detyrë qytetarit të preokupohet me energji elektrike, sepse energji elektrike është një produkt bazik. Edhe faktikisht në këtë vit, ku jemi ne pra në vitin 2026, fillimin e vitit 2026, të preokupohemi ende me këto probleme, vërtet është e paspjegueshme, është një gjendje që nuk e ka do të tani atë problematikën ose zanafilën. Zanafila pra është qysh ndër vite. Faktikisht, ky problem daton një farë mënyrë apo tjetër qysh pas luftër. Pra nuk, si se thave edhe burimi, problemet që ndrojnë pra ka herë edhe me gjithat edhe këto aspektet ose zinxhiri funksionimit Kesko, KEDS, KOST, KEK, faktikisht do të jetë në frymen e bashkëpunimit dhe harmonizimit të strategjive. Përndryshe, do të jetë një farë mënyre çdo herë në kuptimin e asaj nëse bie njësi, nëse nuk angazhohet kapacitet importi, ose nëse nuk ka problem, ose nëse ka probleme të natyra të ndryshme, atëherë do të vëjet gishti herë të njëri, herë të tjetri, sikur se edhe ndodhi në ditën e sotme. Kështu që unë mendoj që ndoshta nuk duhet të